Akshira hetim. Dëshmia e Daniel Shimës thellon skandalin, spak zbardh rrjetin e dyshuar kriminal e institucionin këtër shtetit. Zhvillimet të reja dhe me peshë të rënd penale kanë dalë në dritë në dosjen që po heton aktivitetin e dyshuar kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSHI, një nga institucionet më strategjike të infrastrukturës digjitale shtetërore. Burime hetimore konfirmojnë se dëshmia e ISHV, drejtorit të këtij institucioni, Daniel Shima, është administruar si provë thelbësore nga prokuroria e posaçme SPAK, duke ndikuar drejt për drejt në vijimin e masave të sigurisë për disa prej zyrtarëve të lartë të dyshuar. Gjykata e apelit e posaçëm ka urdhëruar ndalimin e publikimit të detajeve të dy vendimeve të fundit, me argumentin se transparenca e plot në këtë fazë do të cënonte hetimin. Vendimi i parë lidhet me sekuestrimet e kryera në banesën e një zyrtareje të lartë të policisë së shtetit, ndërsa i dyti konfirmon masat e sigurisë, arrest në shtëpi për drejtoreshën e AKSHit, Mirlinda Karçanaj, dhe nëndrejtoreshën Hava Delibashi, të dyshuara si pjesë e strukturës së përfshirë. Dëshmia që ndryshon balancat e hetimit. Sipas burimeve pranë organit të akuzës, rrëfimi i Daniel Shimës konsiderohet një nga elementet më të fortë procedurale të parashitur deri më tani. Ish zyrtari ka dhënë detaje mbi rrëmbimin e tij misterioz në vjeshtën e vitit 2025. Një episod që në atë kohë kaloi me pak vëmendje publike dhe u relativizua si çështje personale. Në dëshminë para prokurorëve, Shima ka përshkruar mënyrën e pengmarrjes, transportimit dhe lirimit të tij, duke sugjeruar ekzistencën e një strukture të organizuar presioni dhe shantazhi të lidhur me tenderat dhe procedurat publike të institucionit. Identitetet e personave të implikuar në rrëfim mbahen nën sekret hetimor. Tendera, presion dhe rrëmbime akuza që rëndojnë dosjen. Më herët, SPAK ka shpallur në kërkim Ergyz Agasin dhe Ermal Beqirin, të cilët dyshohen si drejtues të një grupi që, sipas hetimeve, ushtronte presion ndaj biznesmenëve për të tërhequr nga garat tenderuese pranë AKSHit. Skema e dyshuar përfshin kërcënime, pengmarrje dhe ndikim të paligjshëm në procedurat publike, element që, nëse provohen, e kalojnë çështjen nga korrupsioni administrativ në kriminalitet të organizuar. Hetuesit po analizojnë dokumentacion voluminoz, komunikime, procedura prokurimi dhe transaksione financiare që mund të lidhin vendimmarrjen institucionale me interesa kriminale. Institucioni i sigurisë digjitale në hijen e dyshimit. Rëndesa e kësaj dosjeje shndron jo vetëm tek personat e përfshirë, por tek vetë natyra e institucionit. AKSHI administron sisteme kritike shtetërore, databaza kombëtare dhe infrastrukturë që lidhet drejt për drejt me sigurinë kibernetike dhe të dhënat e qytetarëve. Implikimi i mundshëm i zyrtarëve të këtij niveli ngre pikpyetje serioze mbi integritetin institucional, mbrojtjen e të dhënave dhe kapacitetin e shtetit për të garantuar procese të pastra digjitale. Një dosje që pritet të zgjerohet. Burime pranë hetimit paralajmërojnë se kjo është vetëm faza fillestare. Dëshmi të reja, analiza financiare dhe bashkëpunime ndërinstitucionale pritet të thellojnë mëtej hetimin në javët dhe muajt në vijim. Dosja po konsiderohet një nga më komplekset e viteve të fundit, ku ndërthuren korrupsioni, krimi i organizuar dhe ndikimi në sistemet strategjike shtetërore. Një kombinim që, nëse provohet në gjykatë, do të përbënte një nga goditjet më të forta ndaj besimit publik tek administrata digjitale. Në thelb, kjo çështje nuk është më thjesht një hetim ndaj disa individëve, por një test i drejt për drejt për kapacitetin e drejtësisë për të depërtuar në zonat më të mbrojtura të pushtetit administrativ, aty ku kufiri mes shtetit dhe krimit, sipas akuzës, dyshohet se është bërë i padukshëm.